lidhja, Lorenzi, Nikola tjetër, dhe të verifikuar me telefon. Pastaj thoshte një në Bologna. Arlindi s'është i bindur këtu, e shoh po. Nuk e Jo, bindur. kishte vota. Kishte vota dhe para Arlindi, kishte vota. Kishte vota. Edhe ato ti tregoj. Kishte vota edhe për ty, po them. Tani mos kërkon më tepër. Por do të dash diku tjetër. Se pse janë këtë rast është me pragmatiste dhe ka një vit më o Nikol. Ndërsa mëseja, ai më tha mua, intelektuali shumë i mirë, shumë i mirë, ai më tha me frymë. Dhe në surprizë, Si frymë, si punon me frymë, apo? Një sekond. Fryma ishte 2005 si Lorenzi, sot nuk Tani ka Lesi, frymë. siguria është se këto votojnë dhe këta që ka PS janë kutit votimit. A dy të letra? Po kishte llogariti, ato kishte llogariti 5% deri 10% firo. Pjesa tjetër, PD-ja më thoshte mua kam frymë. Po çfarë frymë ke i dashur? A keni gjuar atë frymë? Tani mos më. Se mos i prish punë të doktorit si nuk e bën listën akoma. Po t'ja thua shembull. Po bën lista. I prish punë. Se drejtues politikësh, po mos i prish punë. Na çoj Lesi tek diaspora, po s'ka problem. Nëse do, mund të jap një shembull. Prit, se ja lash fjalën për gjysmë. Okej, çfarë shembulli? Shembulli ju përmenda pak më parë atë personazhin që ju thash. Po, atë të Berlinit, Fredin e Berlinit. I Kilit është në veri të Gjermanisë. Jo, ky është po i njëjti. Fredi Gjermani nga Bryli, që vjen në Shqipëri shumë shpesh, dhe sheh një Shqipëri krejt të ndryshme nga kjo që shikojmë ne. Dhe si ai janë fëmijët e tij, dhe si ai është prototipi i emigrantit shqiptar. Ai ka fatkeqësi më bu që jeton Kile, kupton? Është merr më bu. Prandaj duket Shqipëria mirë. Lule më. Prit një sekondë, Lule, se ala fjalën për gjysmë Arlindit. Përveç motit, po çfarë tjetër ka? Që është A themi diçka që është një hap nga Danimarka. Çfarë? Arlind. Themi diçka që është e sigurt. Kush është e sigurt? Edhe po pyet çdo njeri që merret me shkencë politike, me studime dhe sondazhe ta thotë, është që kush tenton të mas votën e diasporës ja fut kot. Se ekzistojnë parametra shkencor të kampionimit, ja fut kot një herë në kuptimin që të bësh një sondazh për diasporën, fakti që ju nuk e bëni tregon që ata që bëjnë sondazhet e ju e dinë që ja fusin kot. Është vështirë. Edhe ata që thonë pastaj jo po e dim ne kaq përqind e atë përqind, prapë ja fusin kot. Ja fusin kot edhe për faktin se unë e di çfarë bën PS-ja më. Bën origjinën familjare të votuesve. Ky thotë, për kë i votojnë prindit për këtë? Duke menduar që pafundësisht njerëzit do votojnë një lloj në rrjet familjare. Thjesht i pa informuar për këtë gjë. Të lutem. Mirë, ma trego pastaj pse jam pa informuar. Me siguri ju jeni të informuar se jeni shumë pranë aty ku bëhen ato punte jo të pastra. Lajmi. Po ndoshta Unë jam shumë afër lajmit. Po sigurisht. Dhe sigurisht. Jo, je i lirë të mendosh si të duash. Unë po të jap provat. Ti gjykoje vetë. Unë po të them. Si ishte ky Fredi nga Gjermania, si kishte. Nuk ka. Dakor. Jo, problemi është personazhi proverbiali. Apo jo, ajo që po të them unë është si puna e vrapit të dy shokëve. Njëri u nis kur u doli Luani nga mbrapa, njëri urdhë të lidhte lidhse tek kputzve. Dhe tjetri i thotë, budallaje, tha mendon që do vraposh më shpejt se Luani? Mua më del tha vetëm për mbartha vetëm që të vrapoj më shpejt se ty. Ky është shumë mirë. Ja ta vazhdoj logjikën. Dhe kjo që vlen për diasporën, që nuk votojnë njerëzit një lloj, nuk votojnë thjesht me linjë familjare, nuk votojnë meqense gjyshi jot ka qenë partizan me do e mos do votosh me PS-n, meqense gjyshi jot ka qenë ballist me do e mos do votosh me PD-n, sa më larg shkojmë 44-s apo në thënjishit, aq më të brishta bëhen këto lidhje. Pra ti thua s'ka siguri për asnjë, edhe pse atmosfera. Dhe jo vetëm nuk ka siguri për votën e diasporës, që unë mendoj që ka për të qenë një faktor transformimi në Shqipëri, por nuk ka siguri as për votën e brendshme. Çfarë bën PS-ja? I merr të gjithë punonjësit e administratës si bujkrobër vet. Se i trajton si bujkrobër. Dhe thotë, ju bujkrobrit e mi, jo vetëm më siguroni votën tuaj, familjarëve tuaj, kushërinjve tuaj, po ju kanë vënë një objektiv, që po se arritët, do ju jesh nga puna. Tani, e para njerë kjo nënkupton se ai e ka të sigurt votën e administratës, unë mendoj që jo. Dhe mbi gjitha nënkupton se ai ka të sigurt votën e kushërinjve të njerëzve të administratës, unë prapë mendoj që jo. Se fund fare, vota është e fshehtë. Dhe do jap një ca raste që më kanë ndodhur mua. Tani ju mund mos besoni, mos thoni unë nuk i vërtetoj dot, po dua jap si raste. Çfarë rasti? Ka ndodhur disa herë, më ndal dikush në rrugë, edhe flet 60 sekonda me mua. Dhe më thot, ti nuk më nje, unë të njoh sigurisht. E di çfarë punë bëj unë? Jo, e thash unë. Unë jam patronazhist, më thot. Po mirë, çdo me mua, o njeri.
Unë jam patronazhist sepse më punon ime shoqe në administratën publike dhe më kam detyruar ta bëj këtë punë të poshtër, po unë ju urrej këta. Dhe unë do votoj për ty, do votoj për lëvizjen bashkë. Do votoj për lëvizjen bashkë. Ka ndodhur disa herë njerëz që më dalojnë në rrugë ose në kafene dhe më thonë këtë gjë. Nuk më japin as emrin, zhduken, nuk i shoh më pastaj vjetën time. E ke sigurinë dhe ti që janë sinqert me ty ata? Po më tani unë them nuk kanë arsye pse të ngënjejnë. Po sigurisht që mund të dyshim shumë gjëra. Çfarë do të them me këtë? Po Malena ta marrë. Të lutem, të ndërpres vetëm për të fundit herë. Se? Unë vjen se më se nga ata pa thënë. Në Piacenza 45 PS, 23 PD, 11 vota Qorri, 3 PL. Tani ku ta nxorri ai? Dakor. Regjistroje këtë dhe ta shohim ato dalim mbas 11 majit apo jo. Po them, nuk po i ve kanale informacion. Do po them që ata që thon PS dhe PD, sidomos ata që thon PS. Por nuk thoshte parti tjetër. E thon nga Afrika, Po për ty pse thon për Afrika? Po më nuk kanë frikë gjithë, por një pjesë e shoqërisë ton ka frikë më. Ata që punojnë në administratë kanë frikë. Se ku jetojmë në Finland? Ata që kanë një biznes të vogël, që mund të ketë dhe i problem të vogël me ligjin, si sa zoti Manjani, se në këtë situatë gjithkush mund të ketë diçka pa paguar. Apo jo, këta njerëz që kanë frikë, po ju the ti, a do votosh për partinë e pushtet patjetër, më si Korin e Veriut, gjithë rraj shpatullat për Kim Jong-unin, më kupton? Edhe herë, se çfarë thon njerëzit kur deklarohen në sy të tjerëve, nuk duhet marrë për e sigurt, sepse vota, dhe po ta them, fshehtësia e votës, më dëgjoj pak. Kemi një provë, po Fshehtësia e votës është garancia më e mirë. Po ju marr një rast. Po ju marr një rast. Është problemi që aty mund fotografohet dhe këtu prap dalin te spaku. Qofse spaku e bën punën e vet, që të hetoj fotografimin e votës, dhe dëshmorimi kjo realizohet qofse ka njerëz në terren, qofse kontrollohen komunikimet, kjo realizohet shumë kollaj. Qofse ti gjen foto të votave, shkon në burg ai që e ka marrë foton dhe gjithë zinxhiri atij që kanë bërë presion. Dhe do ta themi këtë gjë. Ato fotot na vinë dhe ne, më dakor. Ne kemi detyrën ta denoncojmë. Ato foto ne kemi detyrën t'i denoncojmë. Më kupton? Pra, duhet dhënë mesazhi që këtu nuk mund të fotografohet vota, nuk mundet të shitet vota. Fotografohet, më votohet në shtëpi. Po ju marr një rast. Do t'ju marr një rast. Përfundoj edhe këtë rastin, të lutem që të dalim pastaj tek tema e ditës që është lehtësisht i vërtetueshëm. Okej. Është bërë barometri në 2023-shin. 2-3 javë para zgjedhjeve, barometri fundit për zgjedhjet në Tiranë. Dhe mua më ka nxjerr barometri, që ishte sondazhi më optimist për rezultatin e Sinjim Sigurisë Bashkie ka qenë 2.4%. Mirë, se partitë e reja nuk maten kaq 2.4%. 2.4% ka qenë rezultati më i mirë që ka dhënë, dhe unë i respektoj ata që bëjnë sondazhin në televizionin tuaj, unë kam marrë 4.8%. Më kupton? Brenda marzhit. Jo, nuk ishte brenda marzhit. Se edhe marzhi nuk është plus minus 2, sa i ta jep me maksimale minimali. Jo, partitë e reja nuk janë kaq të lehta për të matur sa. Po pse nuk janë të lehta? Le të shkojmë këtu. E di pse nuk janë të lehta? Sepse njerëzit që votojnë për lëvizjen bashkë, një pjesë e tyre të paktën kanë frikë, kanë frikë. Kanë frikë. Revolucionarët kanë frikë. Po jo, po revolucionarët nuk janë gjithë ata që votojnë. Më kupton? Është populli aty. Në rregull? Nuk janë të gjithë të kenë komoditetin për ta thënë vërtetën me zë të lartë. Ka shumë njerëz që kanë një probleme dhe nuk e thonë. Dhe mos harroni diçka tjetër. Votuesit e partisë Lëvizja Bashkë kanë dhe një veçori. Askush nuk i dallon dot. Ndryshe nga PS-ja PD-ja, që është një ushtrim që është bërë 30 sa vjet rresht, më kupton? Kur aty një lagje dihet, ky është me PS-n, ky është me PD-n, asnjë lagje nuk e di. Është vërtet. Asnjë lagje nuk e di se kush voton për Lëvizjen Bashkë, më kupton? Kiç ata që dalin publikisht. Pikërisht pa. Është vërtet për të marrë, ai diskutojmë arsyet